Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe salamat I dërgoi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Meqenëse se jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e Taubes, muajin e pendimit tek Allahu Azza wa Jall për lëshimet, për gjunahet dhe tmetat tona, kam vendosur që në këtë hutbë dhe hutbën e ardhshme, në kuadër të ciklit si të sillemi me Allahun Azza wa Jall, pra me trajtu temën si të sillen me Zotin xhallahu ala kur unë dëshiroj të pendohem tek Ai. Kur unë dëshiroj dhe e bëj një jetë, më thonë, o Allah, më fal. Në jetën e përditshme jemi të vetëdijshëm që natyra e njerëzve është e ndryshme. Ka njerë me një njeri që I kishty lafët, mjafton vesh mi kesh, a I ta fal. A I qetëri mjafton mi azga dorë një pari, ta fal. A I qetëri mjafton një mesazh mi aqu, ta fal. A I qetëri një kafe mi apagu bindën. Mirë, po ka njerëz të cilët kanë rebe, ka njerëz të cilët kanë kushte, me ata është let me gabu, ama në zarë është mu afru dhe me pajtu. Para me doni, kështu pas ka regula raport me njerëzit. Dikush thot, unë mi nisi pari, mi fol filonet, a I pa bu këto, pa bu këto, pa bu këto, pa bu këto. Po dhe qëtë kushte, ata I nëse krijesët, një plon tokë, njeri, mbi tokë, pas ka kushte, se si me ta falë, se si me kini unë I lidhe tre me mu, atëre a I cilë është I 5 metra, I cilë është mbi 7 kaqej, I cilë në jep mira mëngjes dhe mbrëmje ka rregulla dhe kushte. Pra duhet me ditë, qësh mos sjell me Allahun Azza wa Jall kur dëshiron të pendohesh, kur dëshiron të çojësh duhet larg, edhe të thuash ja Allah, o ti që më dëgjon, o ti që I pranon pendimet, ja Tawwab, me pranon gabimet e mia dhe më fal ato ja Rabbul Alamin. Edhe kjo duhet me u di qysh më sjell, nga se aq më mirë që sillesh me Zotin, kur të pendohesh, aq më të garantuar me ki që Allahu ta bën kabull. Edhe ta pranon pendimin, edhe qatë fjallë, o Allah më falë, Allah I ta pranon. Parimi parë është, duhet me di që të gjithë e kemi obligim mu pendu. Ako është në s'kom gjinohe, ki gjinohe. Ako është në s'gaboj shumë, gabon. Unë e s'jom bashkë shkumanon. Unë e s'kom mendim kesh për ty, asë për vetën teme. Po problemi është që e kemi obligim mu pendu të Zotit. Se Allahu ka thonë, wa tubu ila Allahi gjemian, Ejuhe l-mu'minun, la'allakum tuflihun. Pendoni te Allahu të gjithë, o ju besimtar, nëse dëshironi me qenë të shpëtuar nesër për Allahu të zëllë. Parimi parë, që shmu sjell me Allahun, ku dëshironi mu pendu është, me bo në kokë, me regjistru që e ki obligim, farz, me u pendu te Zoti, se ai cili ka thonë, unë s'pendona, ai cili ka thonë, unë s'kom të meta, ai cili ka thonë, unë jam maj miri I krijesave, është Iblisi alayhi lanë. Ai se ka qenë gojën kur me thonë, o Allah më falë. Andaj, mos e mashtro vetën që falësh, mos e mashtro vetën që je hoxh, ose haxhi, ose që po ninon edhe me thonë, e pse unë mu pendu shka bona une, tëra vit mi fali, gjumon që erdha, Ramazani për ninoj, shka bona une mu pendu, dush me murit në kokë që e kia obligim se pa që të ki diçka që mi thonë Allahut, o Allah më falë. E dyta që duhet me pas parasysh kur pendosh të Zoti është, dush me kuptu edhe me di që nuk ka insan të pagabushëm. Nuk ka njeri që nuk gabon. Ka thonë pejgamberi sa kullu bani Adam al-khata wa khayr al-khata'un at-tawwabun. Të gjithë bita Ademit janë gabimtar dhe më I miri prej gabimtarëve është ai i cili pranon gabimin edhe pendohet te Allahu Azza wa Jall. Që do të thotë parimisht kur ta bësh një jetë me çu duhet nal, duhesh me ngulit në kokë që o Allah kom shumë të meta. O Allah, ti I din sa gjunoj kom. O Zot, asun se di sa gjunoj kom që din ti. Andaj falmi ato që I di, edhe ato që si di, nga se ti e din gajbin, e din çdo gjë edhe çfarë. Dietarët kanë thonë, ai I cili pendohet me këto dy kushte që I ceka, edhe kushti I tretë, më u pendu te Zoti duke qenë I varfër, I përulur, sikur se fëmia kur është nevojë për babën, kur ka nevojë për babës me lipare, çish e lut, e rrug për kome, e puth mball, e për qaf, hajt bebimi, hajt e lut, zdërzohet fëmia. Allahu ka qef që shtu ty me të patu e lut Zotin, me të patu për ullur,
me të patu i thonë, o Allah, mbara po m'vjen me çu kokën nal, gjithë do të mira me këtë dhonë. O Zot, mbara po m'vjen me thonë falë se shumë kom gabime. O Allah, kom shumë të meta. Nëse ti s'm fal, nëse ti s'm shëron, o Allah, unë do të jam i shkatruar. Para mëni këtë dua ka banuar. Ka thonë wa illam taghfir li wa tarhamni fa yakun al-khasin. O Allah, nëse s'm fal ti, nëse nuk më shëron, ku më qeni bankrotuar. Kush me thotë këtë fjalë pejgamberi Allahut, 950 vjet u kon imam. Edhe ka bërë këtë dua. Ibrahim alayhis salam, nik i Zotit, ka thonë wala tukhzini yawma yub'athun. O Allah, mos më kurit, mos më merr fytyrën ditën kur i ngjallën krijesa para te. Andaj nëse këta njerëz, këta pejgamber që kanë qenë mbrojtur nga gabimet që kemi na të përditshme, kanë bërë këtë dua, këtë lutje, këtë përulje, kush je unë edhe ti, mos me llogarit veten gabimtar, edhe mos me dish mos je me Allahun kur të ndonë. Me Allahun nuk ka krenari. Po do mi thon Zotin fal, edhe me çu vetllët, me çu krytën al s'ka ashtu. Ai që kërkon falje, duhet me u pa fytyrën e tij, që për një me e ka një jetë më afru, edhe për një me e ka një jetë me kërku falje. Kanë thonë ulemaja kush që praktikon këto punë, këto 3 kushte, edhe bjen me fletë. Vetëm nëse ka me krijesa diçka hak, duhet me qëru hesapën me to. Për ndryshe, ai i cili çdo ditë para se marrë me flej, do thotë merr abdes, i fal 2 rekate, edhe e bën dhikrin e xhumit, kul huwallahi felek i nasin, Allahu laj, edhe thotë o Allah. Çdo gjë që kom bua ma fal ti. O Zot, nëse kom fol për dikën keq, shtoja të mirë, ndërsa mu më fal. Personin fjalë kanë thonë dietarët, nëse vjen me flet, me çiket bindje, me çiket tobe, ka ra me flet, sikurse që del nga barku i nanës. Kur e nis ditën pa gjinoha. Andaj çka na kushton neve kjo me bërë të ditë. Normalisht edhe gradat e njerëzve që pendohen te Zoti ka ndryshime, ka lloje të ndryshme të njerëzve që bëjnë tobe te Allahu Azza wa Jalla. Lloji i parë është pendimi i njerëzve të rëndom. Çilo është ai pendim? Do thotë ka bënë gjuna, ka pirë alkool, ka bënë gjuna, prostitucion, e ka bënë gjuna, ka luajtur komar, do thotë është normale që këta njerëz që kanë bërë gjuna e dukshme të mëdha mu pendu. Kjo mundet me ndodhë te i pari deri te i fundit. Do thotë shumica e njerëzve kanë mundësi me ndike çardhje edhe mu pendu te Zoti për këtë që kanë bërë. Kjo është lloji i rëndomt i njerëzve që pendohen te Allahu Azza wa Jalla. Lloji i veçantë është ata njerëz të cilët i kryjnë farzet. Ata njerëz të cilët i rrin gati obligimeve vetare, po kanë një herë i ikin veprat vullnetare. Qysh i ikin veprat vullnetare, i del në punë edhe s'u fal sunetin e drekës. S'u fal sunetin e akşamit. Edhe i del puna shkon, as të shtëpia s'u fal. Ky njeri tu vozik në kart, tu shku te mjeku, tu shku në punë, ndihet keq sot o Allah. E di që është sunet. Ka një herë ku vjen puna bon me lon, ama po ndina keq se bon. Ose dyta është Ramazan, ose angazhon shumë me punë, s'ka mundësi me bëu vepra vullnetare. Çfarë vepra vullnetare me lezu Kur'an, s'ka mundësi me dhon të sadaka, se ka mundësi, edhe kur vjen Bajrami, është i lumtur që kanë në Ramazanin i ka fol taravih, po vetëm me veti zemra i kanë. Thotë o Zot, s'pata pa mundësi vjen në pasardhë sadaka me Ramazan. O Allah, s'pata mundësi me bëu këtë punë. O Allah, nuk janë obligative, po unë po ndinja keq, pse besi bona se është muaj shumë fshim i veprave. Edhe lloji i tretë është pendimi i të veçantëve të veçantë. E për këtë lloj të tretë, për këtë elitë Allahu Azza wa Jall, inshallah do të flasim në hutbën e ardhshme, duke mos dashur me e zgjat hutbën për shkak se është Ramazan dhe normalisht njerëzit kanë punë edhe hallet edhe dersat e tyre. E lutem Zotin e Madh që Allahu të na bëjë të edukuar raport me Zotin, e lutem Allahun që të na bëjë të kuptojmë që kur kush për neve në kush i bëj pa gabushëm, kemi të meta kemi gabime. E lutem Allahun që mos na marrë shpirtin asnjëri prej neve, duke mos thonë o Allah, kom gjunohe, falem që dal para teje pa mëkate. O Allah, ti pranon pendimet tona. O Zot, ne kemi të meta ti i pastër nuk jetë meta. O Allah, ne kemi gjunohe, por jemi të bindur që falja jote, mëshira jote është më e madhe se gjunat tona. O Allah, jemi në muajin e pranimit të pendimit, andaj pranoj pendimet tona edhe kërkim faljet tona. Amin, amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ni wa iyyakum fima qultum wa sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.